Me automatizëm, përderisa është hapur filluar seanca, ajo është dashur të përfundoj me përshkrimin e institucione, pra është një renditje formalizuar, standard, nuk ka debate, nuk ka ndryshime në atë renditje. Ndryshimi i tij duhet të cilët me ndryshime përmes procedurave seancave parlamentare dhe procedura kushtetuese. Prandaj mendoj se zgjedhja nuk është për marrë karakter teoretik, por çështja është zgjedhja është çështja e vullnetit politik, po nëse mungon vullneti për kompromis apo atë vendin do ta çojnë në një stad tjetër të aty në skenarëve të mundshëm institucional, qofshin elektoral apo edhe do ta fillonin pasigurinë politike në vend edhe më shumë. Unë mendoj se interesat e shtetit sot më duhet të prevalojnë për një interesat partijake apo grupore. Zgjedhjet e fundit ju kemi pasë kanë sjellë në një përber parlamentare pa një shumicë të qartë, njëjtësish. Kanë qenë edhe zgjedhje në rast të kaluar, të qëndron ajo që konstatimi që kam pasur më herë se kemi të bëjmë me defektet të sistemit elektoral në Kosovë, i cili duhet të rishikohet dhe duhet të reformatohet bashkë me sistemin e drejtësisë për të arritur përgjegjësinë. Prandaj unë mendoj se pa një shumicë të qartë si jemi tani, atëherë është nevojshme patjetër dhe domosdoshme kompromisi politik si zgjidhje e këtyre ngjarjeve që po krijojnë. Seanca konstitutive nuk është me pa në një aspekt vetëm thjesht procedurë formale, mirë po është ai momenti kur tret për përgjegjësi politike për që të funksionalizohet edhe rendi kushtetues, por edhe për krijimin e institucioneve të reja që janë të domosdoshme dhe që Kosova është në një pozicion që i ka jetike funksionalizimin institucional për të mbyllur procesin përballë të cilat ka ngelur në status quo tash sa ku. Pra, mos konstruimi i vendit në kuptimin e gjitha mekanizmat që i duhen atij ka kriju prapë një vakum institucional, do ta krijoj, i cili ja zgjat jetën qeverisjes në detyrë, kur e them qeverisjen në detyrë, kemi kupton se duhet pasur në konsiderat edhe faktin se po funksionon pa kontroll parlamentar, pa mundësinë në vetoje presidenciale, po funksionon një qeveri pa kontrolluar, që ka një kam gjerë në bazë të analizave, në bazë të vlerësimeve të kesh përdorimit të pushtetit. Tani, përgjithësia politike, kushtetuta nuk e njeh blokadën e pafundme, kushtetuta ka zgjidhje, tash instancë, nuk është çështje juridike, por është çështje politike, pra është çështje politike. E tash, unë i kuptoj subjektet politikë se cila ka drejt mbrojtje interesat e veta politike, mirë po, subjektet politikë megjithatë kanë detyrime kushtetuese për ta bërë shtetin funksional, për të funksionalizuar institucionet. Fituesi i zgjedhjeve është parem, është princip, pa marrë parasysh se tani po luftohet për me ngarkuar përgjegjësi. Ky e ka përgjegjësinë i parë për me formuar një shumicë. Ndërsa opozita ka të drejtën, mos me qenë pjesë e qeverisë, siç kanë deklaruar disa parti, pra mos me qenë pjesë e koalicionit, por duhet nuk mund të kontribuojnë në paralizimin e shtetit. Pra duhet me kriju mundësi kushtetuese për me bërë zgjidhje. Sepse qytetarët fundja nuk i kanë votuar asnjë parti për kriza procedurale, për institucione jo funksionale. Mirë, zoti Berisha, dalim pak edhe tek seanca e djeshme pasi zoti Kurti pra nuk kërkoi shtyrjen e seancës, nuk propozoi një emër për kryetarin e kuvendit, duke thënë se ajo çfarë është e rëndësishme është të ketë një marrëveshje për çështjen e presidentit. Pra duke patur parasysh që ky ka qenë ngërçi që ka shoqëruar Kosovën, pra presidenti, është e drejtë kërkesa e Albin Kurtit për të gjetur një marrëveshje për presidentin? Pse duhet të bëj kërkesë, ai duhet të ofrojë marrëveshje. Kurti është fituesi i zgjedhjeve. Më thash, ai ka përgjegjësi për ta krijuar një shumicë, ai ka përgjegjësi për të gjetur për të ofruar kompromis. Dhe kompromiset nuk bëhen me imponim të qëndrimit politik. E kupton? Sepse shumica e ka fuqinë, ju e dini numrin e vetë. Po nëse Albin Kurti duhet të ofrojë marrëveshjen, po opozitës çfarë i mbetet të ofrojë?